Po mbulon skandalin e McGonigal. Për ne shqiptarët, këto marrëveshje, deals, krijon idenë se drejtësia nuk zbatohet ashtu si supozohet funksionojë. Pra, gjykata t'jap drejtësi. Nuk besoj se po e bëjnë, por ata duan ta ndëshkojnë se ka shumë korrupsion te ai. Ai pranoi që është fajtor dhe do të marrë ndëshkim më të vogël sa i takon. Will probably receive a lesser punishment than he would. 27 qershor. Griuni luftoni për kombin tuaj. Prokurori i Washington DC ka kryer intervistën e tretë me John McGonigal në ambientet e burgut, sepse kanë hapur dhe njëherë dosjen nga e para, kanë dalë fakte të reja. Ju kam thënë disa herë që dosja McGonigal ka 8.000 faqe. Duhet ta kishte marrë Dumani me kohë. Otherwise, that's a cover-up as opposed to just the way that these processes tend to work. Do të shikojmë sa thellë shkon dhe çfarë dënimi do të marrë. Ju keni shkruar për McGonigal dhe për fshirjen masive në korrupsion nga kryeministri shqiptar Rama. Si ju duket për ju? Përfshirja e një kryeministri të një vendi të vogël si Shqipëria me një zyrtar të lartë si FBI, a tregon se ka korrupsion kudo? Po, ne nuk shkuam deri në atë pikë që duhej. Ne e dinim se ai ishte paguar nga dikush që kishte lidhje me Ramën. Duket keq, por nuk shkuam aq larg. Është turpëruese për SBA-n, kur kemi njerëz këtu që japin leksione, përfshirë dhe për ju shqiptarët, se si të luftojnë korrupsionin. U faktua se një zyrtar i lartë i FBI-t, mes të tjerave, merrte para të niste një hetim zyrtar. So through 2018, Charles McGonigal held one of the most important positions in U.S. counterintelligence. He was the special agent in charge of foreign counterintelligence at the New York field office of the FBI, which is their biggest field office, about 2,000 agents. And it's very important because it covers New York City, where you have United Nations headquarters and all the foreign missions and consulates that go along with that. So an enormous number of foreign government officials, including folks from places like China, Russia, North Korea, Cuba, Iran, that are there in New York City. He got charged in two separate indictments, one in Washington and one in New York City. The one in Washington charges him with accepting $225,000 at least from foreign governments, including those of Albania and Bosnia, in return. Mund ta ketë marrë. Drejtësia shqiptare duhet të jetë transparente. Kam pasur një intervistë me Dan Friedman, gazetar i njohur i Mother Jones, i cili më ka thënë qartë që dosja mund të merret si dosja e FBI-t, por dhe dosja nga gjykata. Ti Guerrero më patë thënë se nuk e dinte pse ai përdore WhatsApp, por ai qëndronte gjatë në WhatsApp. Ai bleu një iPhone dhe e përdorte shumë me aplikacionin WhatsApp. Ajo i thoshte, çfarë je ti, trafikant droge me një telefon të lirë dhe me parapagim? Ai ka thënë se dua të kontaktoj burimet e mia, por për disa arsye nuk e bënte me telefonin e FBI-t. Kur darkonin me një mik të tij, Sergej Shestakov, ai sillte një zarf të madh të mbyllur. Shestakov kishte qenë diplomat i lartë i Bashkimit Sovjetik në OKB. Ajo në fund do të jap pjesë nga intervista. Kjo bën që Rama të jetë i nervozuar, nuk ishte rastësi që u injorua nga thuajse të gjithë në samitin e NATO-s, edhe pse pretendon se është një mbret, por këtë radhë mbreti doli lakuriq. Ka shkuar me charter privat, thuhet 35.000 euro. Nuk ka transparencë. Hiku nga Manhattani pa paguar, ose duhet të sqaroj kush ja pagoi. Me ligj, kryeministri shqiptar nuk mund të pranojë dhurata më shumë se $50. Por ata që i paguan $250.000 në aktivitetin politik përpara disa muajve në Manhattan, me sa duket e kanë marrë peng. Në qoftë do të shikoni tek faqja e webit e NATO-s për samitin e Hagës, lider të ndryshëm Europian kanë pasur takime bilaterale.
bie fjala Erdogan me Macron. Presidenti Trump pati me Zelenski. Asnjë takim i kryeministrit shqiptar. Veshja e tij përsëri jo që nuk ishte serioze, por si sfiduese. Nuk mund të dalësh me atletën në foton zyrtare. Në darkën e ftuar nga mbreti dhe mbretëresha e Hollandës, në albanët e mbathën, ishte me këpucë, por përsëri nuk kishte veshjen kostumit si të gjithë thirrët me protokoll, blu, nevi ose të zi. Dhe ajo që krijoi ide të keqe, kur ka folur zoti Trump te darka, të gjithë janë çuar në këmbë, Edvini jo. Natyrisht ai ka probleme të thella me kolonën kurrizore. Ndaj mbadh atlete. Ndaj sa herë që vjen në Manhattan vizitohet në një klinik. Ndaj çdo vit kur vjen në Manhattan përfundon në urgjencë. Kur nuk je mirë nga ana shëndetësore mos shko. Mund të kishe dërguar dhe Bajramin. Sepse fundi fundit na përfaqëson të gjithëve, edhe ne që nuk jetojmë atje, por që ende mbesim shqiptarë. Jemi në listat e votimeve tuaja dhe aty është vjedhja më e madhe. Nuk ka mundësi të ketë 1.4 milion votues në Shqipëri. Pra votohet me emrat e shqiptarëve që jetojnë nëpër botë. Dosja me Ganigëll është shumë e thellë. Rama ka disa përgjime dhe janë oligarkët e tij, të cilët kanë paguar miliona dollar sipas medias amerikane, Kastrati, Mane, Veliaj, me trysnin që do të hiqeshin nga lista e zezë nga Ganigëll. Se ata silleshin sikur njieshin prej shumë vitesh. Guerrero me Ganigëll bashkoheshin me Shestakov dhe gruan e tij në ndeshjet e hokejt, pastaj në lozha private, por agenti i FBI-t nuk paguante kurrë. Kur dilnin për darka, nga mesi i darkës, thot ajo, Shestakov i jepte një zarf të madh. Në Maryland, familja e agentit të FBI njihej si një familje e devotshme katolike. Transformimi nisi kur erdhi në New York. Sipas Guerreros, ai e parkonte minivanin e tij në një stacion policie në New Jersey dhe merrte makinën zyrtare të FBI-t, një Ford Z. Ndroi kostumet sipas shijeve të New Yorkut dhe dashura e tij kujton se kur vinte natën vonë, gjithmonë thoshte se ishte me agronin. Ajo nuk e pyeste kur se kush ishte njeriu misterios. Në Maryland ai njihej si një republikan që i çonte vetë fëmijët në shkollë me minivanin e familjes. Guerrero thot se në disa raste e kam parë që shikonte Fox News. Dhe kur Trump pushoi drejtorin e FBI-s, Comey, Ganigëll tha se Comey ishte nga liderët më të dashur që kemi pasur për shumë vite. Duke përfshirë një ish punonjës sigurimi, dhe është habitshme se si bisedat që janë bërë në zyrën e Ramës kanë dalë në hetime deri në gjykatë. Kush i kanë nxjerrë këto biseda? FBI-t e timit për një kolonel amerikan, dikur në Agjencinë Ushtarake të Zbulimit. Ai po spiononte për rusët dhe kishte bërë pastrim parash me tregtarin rus të armëve Viktor Bout mes një kompanie në Monaco, Pasteur International. Ai thotë se unë e njihja Charlin nga vitet 2003-2005, kur ishte përgjegjës i kundër inteligjencës në zyrat qendrore të FBI-s në Washington DC. FBI-a bëri kontrollet e zakonshme dhe formalisht hapi një hetim që ju caktua me Ganigëll. Mbas 2 vite. Neza thot që nuk kam qenë takim. Mosvald Rama ka deponuar vetë kur ndaluan 2 vjet përpara. Në qoftë se do të ketë hetim të themelt, edhe pse me Ganigëll do të hetohet si potencial spion rus, përsëri lidhjet e Duçkës, Nezës dhe Ramës me oligarkët rus do dalin. E kam thënë disa herë që presidenti Trump irritohet nga 2 fjalë, socialist, socializëm dhe Soros. I ashpër ishte ndaj kandidatit për kryetar bashkie, Madmani, i cili është demokrat socialist.
Trump i tha lunatik komunist. Kjo ka bërë që është spostuar drejtimi dhe votuesit tek Partia Demokrate. Ka ardhur një brez i ri. Dikush që premton gjëra falas, dikush që i drejtohet më shumë njerëzve të thjesht. Dhe në qoftë se fiton primaret brenda Partisë Demokrate, në New York i garantuar se fiton si kryetar bashkie, sepse e majta shumë e fortë se e djathta. Fatkeqësisht. Trump është përballë diçkaje. Si të përballet me median. Mos e nënvlerësoni zotin Trump. Ai mund të flasë si nxënës i klasës 5, mund të ketë fjalime me hiperbola në pamje idioteske, një njeri që nuk ka lexuar shumë, se mund të ketë pas probleme dileksie, por që kur hyn diku në një dhomë ai ditë lexoj dhe të kuptoj gjithçka. Është konsumator i madh i informacionit. Ideja e tij është që flet me hiperbola, e gënjen, dhe nga ana tjetër e përsërit atë që thot disa herë që baza ta besoj dhe projekton si gënjeshtar krahun tjetër. Është i suksesshëm. Rikthimi i tij për herë të dytë president nuk ka ndodhur kurrë dhe nuk do të ndodhë. I ashpër me median e CNN-it dhe me MSNBC-n, do të kem një pjesë. Ka të drejtë, media e majt e urren. Por media e djathtë, konservatore, është si ato cheerleaders, vetëm mbroharasin. Edhe kjo nuk shkon. Aq më tepër që ai ka sulmuar Fox News, duke thënë që Fox News është kundër meje, ndaj maga e urren. Por më shumë e ka për Fox News Digital, për faqen e internetit që Trumpi se lexon kurrë. Sepse nga gazetarët që kanë emisione, ai jo vetëm konsumon informacion, por kontakton në telefon me Hanitin që ka si këshilltar, dhe ata ishin shtypësit dhe shtypës më të madh për luftën në Iran, për të ndërhyrë. Problemi është që e majta, mbas një rrjedhje informacioni nga një analizë paraprake e inteligjencës departamentit mbrojtjes, tha që dëmi ndaj bunkerëve nëntoksor të pasurimit të uraniumit mund të ketë shtyrë programin 2 ose 3 muaj. Trump një ditë përpara, por dhe ata që janë rreth tij vazhdojnë me idenë që obliterated është fshirë nga faqja e dhëut. Ish drejtori i komunikimit të tij, i cili ka ndonjëherë vetëm 10 ditë, thotë që Trump mund të ketë telefonuar iranianëve duke thënë që do t'i bombardoj, largoni uraniumin. Ashtu siç iranianët e telefonuan duke thënë do të bombardojmë me raketa tek baza, largoni trupat, siç mund të ketë telefonuar dhe Putini. Çdo gjë mund të jas. Megjithatë, ajo që bëri Trump është goditja më e madhe që nga koha e presidentit Reagan, kur ka goditur dhe ka shkatëruar tërësisht marinën ushtarake detare të Iranit në 88, ku ndër të tjera patë edhe një incident kur u rrëzua një avion me civil ku vdiqën 299 vetë. Trump, mbase për të spostuar vëmendjen, por tregoi dhe njerë forcën amerikane. Condoleezza Rice, dje, në Fox, tha se po kthehet kredibiliteti amerikan, por kredibiliteti, pra besueshmëria, nuk kthehet me një ditë. Amerika tregon që nuk do të jetë viktim e sistemit ndërkombëtar, por do të japi formë, pra do të formëzojë sistemin ndërkombëtar. Ky është roli amerikan. Tani, idetë e rrjedhjes që dëmi nuk është aq i madh, pra programi mund të ketë shtyrë në kohë 3 muaj, dhe ideja që Trump i tha e kemi fshirë nga faqja e dhëut bazat bunkerët nëntoksor, nuk ka dhe shumë rëndësi. Sepse pa shkuar në terren, pa e vlerësuar nuk mund të japësh një mendim.
Natyrisht që Deep State e lufton zotin Trump. Trump, se që thash, është me hiperbole. Por, kur ke hedhur 12 bomba 15 tonëshe, aty ka ndodhur një ferr. Por pandemat janë që mund të jetë larguar uraniumi. Ku ka shkuar? Irani e ka humbur gjithë hapësirën ajrore. Izraeli di çdo gjë. A ka tunele tjera? Ka. Por Trump mund ta godas përsëri. Problemi është mund të bëjmë një analizë thjesht. Çfarë dëmi është bërë? Pra Amerika ka shpenzuar edhe 7 miliard deri në 10 miliard dollar për goditur. Iranit për të rindërtuar dhe njëherë ato që kishte në bunker i duen 400 miliard ose 500 miliard dollar. Thuaj se pa mundur. Sepse deri tani ka shpenzuar 1 trilion dollar. Që të kryesh pasurimin e uraniumit, duhet bësh ndarjen e dy izotopeve 235 e 237 dhe duhen centrifuga me shpejtësi shumë të madhe. Kërkohet energji shumë e madhe. Për prodhim komercial, pasurimi është 0,304. Në çastin që ti shkon pasurimin 60, tregon që e afër uraniumit 90 mund të përdorësh një armë atomike. Irani nuk të riqet kur nga kjo. Por nuk ka mundësi sistemi e ajatollave që të dalë nga kjo krizë dhe të gjej fonde rreth 500 miliard dollar për të rifilluar nga e para, pra është spostuar për shumë vite. Dihet gjendja ekonomike, kriza e madhe, atëherë Irani duhet të shtonte taksat masive për të financuar këtë program të ri. E çuditshme, ju kam thënë që gënjejnë, mashtrojnë, si Netanyahu, si Khamenei, por dhe presidenti im këtu, i cili ka dëshirë të flasë me hiperbola. Por është diçka që ta heq sensin e logjikës kur Ajatollahu thot që ishte fitorie e shkëlqyer e Iranit ndaj Izraelit dhe i dham një shuplak të madhe në fytyrë Amerikës. Ju kujtohet Sadami? Se si dilte me armë, se si kërcënonte Amerikën, se sa i fort që ishte. Ndërhyn forcat amerikane u zhduk, e gjetën si një mi të futur në një bunker e varën. Por ajo që ndodhi në Irak nuk duan që të përsëritet në Iran. Nuk mund të dërgosh demokracinë, nuk është si grip ta transferosh. Por Izraeli, që për mendimin tim është pikta kryesore e konfliktit, kërkon t'i bëj sa më të dobta vendet arabe edhe Iranin, t'i coptoj, t'i përçaj, duke nxitur faktorin kurd, sepse Irani është një kundërshtar i madh. Dhe Izraeli kërkon të jetë diktues në atë zonë, është një shtet ushtarak shumë i fuqishëm dhe me të gjitha ka një mbështetje pa kufi, pa sens, shpesh dhe pa logjik nga këtu. Jo më këtë thonë që politika jashtme amerikane kontrollohet nga donacionet e Izraelit. Rreth 490 milion dollar dhanë vetëm këtë fushat, ajpaku. Dhe dyja partit nuk dalin kundër atij. Por Netanyahu është arrogant, e anashkaloi Trumpin herën e parë. Trump kërkon të mbrojë sepse Netanyahu do përballet me akuza korrupsioni në vendin e tij. Të dy duan të shfrytëzojnë këto çaste. Trump ngriti edhe një herë autoritetin e Amerikës. Një Amerikë e fortë është në të mirë të rendit botëror. Në këtë botë trepolare ku Amerika është një superfuqi e padiskutueshme, Kina në rritje, por Rusia e rrezikshme me arsenalin bërthamor. Ajo që ndodhi në NATO rikësoj dhe njëherë që u premtua që do të shpenzojnë 5% të GDP-s. E pamundur. Vendet evropiane shumica e tyre kanë borxhin kombëtar 80% GDP-s. Nuk mund të përvallojnë 5%. Nuk ka se si. Bien qeveri të gjitha. Por i premtuan Trump për të kaluar këtë situatë që ai të ndjente si fitore të madhe, është shumë vejk. E zbet e pa definuar, domethënë deri në 2035, vetëm inflacioni i rrezon.
Dhe ajo që thashë rës tjetër që 3.5 do t'jenë shpenzime ushtarake dhe 1.5 do t'jenë rrugë, pallate për ushtrin, pra gjëra plotësuese. Por ka të tjera. Orbani e tha që varet se si do të kalkulohet GDP-ja. 5% tha i kështu s'paguan asnjë dot. Për shembull marrim Francën. Gjandarmeria, ose policia ushtarake, që një forcë e madhe që ka një buxhet të madh, varet nga Ministria e Mbrojtjes në Francë, por buxhetin nuk e merr aty. Në qoftë se ky buxhet do të quhet si shpenzim ushtarak, Franca e shkon letas tek ky 4-5%. Natyrisht që GDP-ja është përqindjet e GDP-s janë në lidhje me rritjen ekonomike. Gjermania është vendi i 1 në Evropë. Ka përmirësuar financat, por ka 4 vjet që s'ka rritje ekonomike. Amerika vetë mendoj se këtë vit do të kishte rritje ekonomike 1.7, ka rënë të semestrin e parë, mendoj do të jetë 1.4. Një ekonomi që nuk rritet, nuk ka si të rritë shpenzimet për luftën, mbrojtjen. Teknikisht, shpenzimet do të, qofse ble pajisje avion, do të vinë këtu në Amerikë. Por Trump ende kujton se janë pagesa për Amerikën. Bolton ma ka thënë disa herë. Për këtë rast, Bolton, Pence dhe Pompeo e mbështetën. Në përplasjen e atyre që janë rreth tij, shumë i dobët sekretari i Pentagonit, por Trump kërkon njerëz që të duken agresiv dhe bukur në televizion, mos kenë asnjë lloj përvoje. Aq i duhet. Dhe tha, konferenca është shtypje më e mira që kam parë ndonjëherë. Jo, është agresiv dhe ndaj ish kolegës vet. Vance vazhdon mbështes presidentin Trump, për Rubio gjithashtu. Në një poll të bërë se kush do të jetë kandidati për president në 2028, Vance është 48, Rubio 10-11, DeSantis 9. Rubio deri tani është në mbështetës pas një kufizim ndaj zotit Trump, se siç do ma thoshte edhe Bolton, natyrisht ti kur punon për bosin tënd, nuk mund dalësh kundër tij. Por me një zgjuarsi, në qoftë se Trump thotë që e shkrim fare atë tunelin nëntoksor ku pasuroi uraniumi, ti si Rubio mund të thoshe, unë mendoj se forca amerikane përmes avionëve e ka shkatruar fare nga faqja e diplomatikisht, në qoftë se do të isha unë, tha Bolton. Megjithatë, Trump tregoi forcë. Ajo që e thash dhe dje, ideja që nuk e lejova Serbinë që të sulmonte Kosovën. Ka gjëra që ne ende nuk i dim, apo Trump vazhdon me fiksimin që të gjejë një subjekt ku ai ka zgjidhur paqen për të marrë çmimin Nobel. E ka këtë fiksim. Nuk pa kalon ende ai Beautiful Big Law Bill, ligji i buxhetit në Senat, është masiv. Ai do të ishte suksesi i dytë mbas emigracionit dhe mbas tregimit forcës si superfuqi reale. Natyrisht, duke mos futur trupa për të mos përsëritur një Irak të dytë, ku shpenzimet kanë qenë 3 ose 4 trilion dollar. Trump është në rrugë drejt. Mos dëgjoni çfarë thot, shikoni çfarë bën. Ju falenderoj. Në fund të videos, subscribe këtu poshtë, pra abononi te kanali që është free. Thanks. Kudo në Shqipëri.